Bravo. General, ti sigurisht ke nejtë me Hashimin Hog, presidentin, me Regjin, me gjitha tjetë, dhe më thonë, po e ki një moment një rast kë e ka zënë që doktorit, dhe më thonë, s'ka orë i ka dhimë të dhomi të Calit, Sali Mustafës edhe nuk ka orë dhe të na mëndej Hashim thot që jo është nërvëzu shumë edhe, që keni poshtë kushtet fakt atje? Mustarojmë, Hashim thot që nuk është president Pahiri, As kryeministër së kompajri. As Pahiri, kryeministër. As drejtari drejtërisë politike. Nuk e kanë burgos as Pahiri. Hashim thot që jo luftar. Hashim thot që ka ditë me udhëheq luftë. Hashim thot që ka shpirt luftaraku dhe normal që këtë nevoja tregon sa herë don për kundër njerëzve që mendojnë a vjen tash për të. Ka çish ke situata se shkon moment shumë interesant. Hashim thot që është personi që dënuar 20 vjet për serbëve. Që ty me thonë s'ki qef atë për punë televizion. Po, unë e kom qef. Po, jo më dhuj shlirë, zë. Po, tash dhe me thonë shlirë s'po të vesu, ne, apo të se shpirti më që të qashtu. Po e dia, ti si ke vetë ata nuk e po jo, bra, se kom pra. E kushtet që keni posni me? Shqyqa. Ju kanë trajtu po gjë keq. Shqyqa, termi i burgosun, vetëm i burgosun nëse në shpit tonë dhe të shojnë është burg. Unë edhe këtë pjesin që na kanë shu, burg llogaritën. Vetëm se na kanë bërë modifikim. Burg është ku vizohet liria. Dhe shqiptarve, edhe kuj do t'i kuvizohet liria o burg. E vërtet. Pastaj pjesa tjetër është si ta menagjojsh vetë dhe si i ki rrethonat e tjetër sa të reagosh. Ai burg, si kusht, ushqimi ka qenë i keq në kuptimin që nuk ka hongër. Për ne, u koni pangshëm, por nuk u konë problemi bukës të da. U konë problemi presionit psiqik dhe ndjenjes se i e marë pa të drejt dhe i burgosin politik në shekull 21. Po do është haron. Unë mendoj që maron është për Evropën dhe për drejtësinë e ardhshme ku njëherë ka më kthy Evropa me gjykatë dhe kanë këto më kry. Unë mendoj se kjo është fymja më e madhe që u ka bërë Evropë dhe vetë drejtësisë Evropës. Bravo, e vërtet është. Se ka ndodhur shumë thashë thonë me këtë në Kosovë, domethënë që kësaj Recep Selimi sporri bashkë atje me Hashim, na kanë nejt bashkë krejt. A kanë ful. Thashë themet i bojnë është të thonje e vjetër, po s'du me fy femna tona, se ato e nona tona, dhe unë nëse thëmë gratë janë nona tona dhe në pjesa ma sublime dhe ma vitale e kombit, po me thashtë të theme me njërës që s'kanë vlerat veta, dhe dojnë më marë me vlerat e të tjerve, duke më ndu që po hi në jetën e tyne. Recep Selimi, po thëmë, i herë për dëshirën aty, që më kom që më konë ma shumë, që fatkesisht nuk janë, se këj popull halasë o pjekë, që me ditë lirin dhe vlerat e tyre, se po të ishte pjeku, na ishte shliru që i qenë vjetë si popull tjerë. Dhe do të me pranu këtë farë. Po në që këtë popull ta shumë ma i pjekun, dhe për të mirën që kanë qenë me një, po ka dhejtë se ata janë shokë, ma shokë që janë konë luftë. Regja me Hashimin. Regja me Hashimin, me Jakupin, me Kadrin, me gjithë neve. Por, këta që s'kanë qenë mi po bashkë, po ju të regoj se bashkë për i natë i ty një janë bashkë. E si ka zëmë momenti se për publikun është interesant me përsërit, se e ke thona për media tjerë, nëse s'ka pojt e gazetori njur, miku emi edhe i emisionit Arsene Blaune që me Calin që atë muhabetin me presidentin. Po. Ban mirë me kalzohë dhe nërë, general. S'ka lidhe sa në të mira me përsërit. Me gjithë si në intervjist mund është dhe me përsërit, kongtarët e ditë ma mirë. Kur të është interesant edhe në interes publik që jo. Cali ishte shumë smut, ishte veken në fakt. Ishte shumë smut edhe dhim të adhomit dihet sa është. Aqë fort ka pas dhimë, sa beso u dovke mu shtërngu dhe me ra me shtërngu vetin. Thërëm 2-3 mjeku, një manun një ditë, hëtë për vjen 2 ditë, në 3 ditë, pare e ka njës presidenti, tjertë na i kemi shku mrapa, Kadria, Regja, por ku ka ardhë mjeku më vonë, i tha, ti për mu si e mjek. Erdhen me vaksinu dhe në zunë protest, tha ju për mu si e mjek, sa hish si e mjek hish, sepse keni liu djallin shtu që ata u shqetsu bukur shumë. Edhe unë menoj që ju ka të regu dhenin të amon që dhëtë më ndu, se na pëse në burgosën nuk do të të që jenë në nështrunë. E pse tjerë përveç të jetë dhe më thonë në hauk ti ke qenë ma i guzen, shme thujnë që veç Nasim Haradinaj ka full, tjerë s'po gudzojnë me full, tjerë kanë zjedhë më mbrojnë liri, pse? Pse që kjo pëndodhë? Unë jam, njështë të kanë kështë kuptu, unë një fra mënyra pa ta morat detyrën ati burizonit, po forcën ata ma kanë dhonë, kështu që me aprovimin e ty në jam. Bravo. E ata pëse s'kanë full, general? Po në mënoj ku ta qitesh një zadhan që nuk ka nevoj ata me full. Ku më folon edhe, ku më folon kanë full ata. Nëse dikuj dënë me rrotullu këtë punë, janë të mashtrunë.
Edhe detyrën e ka pas Zallan si organizatë veteranëve. E vërtet. Kështu që ku ta jep detyrën në mandatin me kryer, më që i kom përfaqësu ata, unë ju kërkoj falin nëse s'ko mujt sa kanë pas shef ata. E vërtet. Po general, ke thonë që në për intervista që ka pas shqiptarë që kanë deklaruar kundra teje. Dëshmia e parë. Fakt shqiptar ku na me. Po një gazetar po. Mu konkretisht po, një gazetar i mashtruar. Se Po deklaratën që ma vënë dole edhe babaj ti që... Po, jo, këtu të mësiroj. Ka qenë një gazetar i mashtruar prej pronarit vet, prej varësit vet, prej drejtorit vet, prej zëqeria Shabanit, që po ka qenë Halil Krasniqi, i kesh përdorur, po ma vonë e ndryshoj deklaratën e përgëzoj për ndryshimin. Mirë po ka qenë ai që pa vonë pastaj dul, unë edhe deklaratën e para, zëqeria Shabani ka qenë ai cili ka komuniku drejt për drejt me Hagen a ditë ku i kanë marrë komunikatat. Po, çka ka qenë zëqeria Shabani? Fati i shqiptarëve, se shqiptarëve shumë u kanë imu fati, ma shumë se sa kanë bo punën, fatkesisht, or që ata shërë përgjeshim i kalëzu më si qëtë që dokumentat e mi. Se ata kanë thirë, a janë të vërteta, se ata i kanë marë për mem kompromitu mu. E kush ka qenë zëqeria Shabani? Unë zëqeria Shabanit nuk o djallë jam me ditë kush ka qenë, po edhin ti si o kolegë është një me mjekër djallë gazetar që më ka marrë debate. Po që ma vënë babaj ti nëse s'ka bëj ka dollë... Po,